ta ne ulim çmimin e energjisë. Nga 18 do t'jetë 6 lekë. Do ta kemi më të ulti. Dhe kjo përbën një leverdi për të mirë për biznesin. Po, këte dy probleme ka biznesi sot. Ka problemin e rënies vlerësimit të euros, sepse ne faturojmë me euro, shpenzimet i kemi me lek. Pra aty është një humbje shumë e madhe në konvertim. Edhe mungesa fuqisë punëtore, sepse siç e dim gjithë, politika që ka qenë deri tani shqiptarët e larguar. U boshatis vendi. Po. Para një javë unë isha në Qafmali. Një investim me të vërtet shumë impresiv në ujë Lajthisa. Një investim të 10 milion euro. Punëtor nga Azia. Kishtë dhe vendas punëtor nga Azia. Dje isha, jo, para 2 ditë isha në Borsh. Në Borsh, nga Myanmari, tjetë aty. Këndoqi këte politikë, tikin se do marrin punëtor nga jashtë. Mirë po, kjo nga zbrazin vendi. E zbrazin në nërë të pamëshirë dhe i ka dhanë vendit disa tregues që si ka më asë kush në botë. Do me thonë, javën e kaluar, ne, si pas Organizatës Kombeve të Bashkuara, ishim vendi me lindshmërinë më të ulët në botë për shkak të emigracionit. Për shkak të emigracionit. Çka do të thotë se një përpjekje shumë të madhe duhet të bëjë për ta sjellë kombin në moshën e rinisë, se faktikisht e ka humbur atë moshë. De facto e ka humbur. Ka lipur mbi 600 sa 13 vite. Do bëjnë shumë ju e sot me të drejtë krau i punës dhe tregu i punës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ne edhe në këtë aspekt do kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me sipërmarrjen, në mënyrë që të ketë, si të thosh, një trajnim të vazhdueshëm. Shteti të krijojë të gjithë lehtësira fiskale dhe të tjera për këtë proces. Do bëjmë një politikë demografike me të cilën do synojmë të nxisim në maksimum fëmijën e tretë, duke marrë përsipër nga lindja deri në 23 vjeç. Do bëjmë gjithçka për të kthyer ata që kanë ikë, si të kthyer një histori e vërtet suksesi. Dhe që sot vjetojnë në kushtet vështira. Kushtet vështira se rënja me 35% e kursit euros dhe injorimi total i kësaj rënje, sepse qeveria ka mundësi t'ja u kompensoj. Jo një porta kompenson se ju pagunë rroga, gjitha ju e keni mbajtur. Keni arrit të mbani me aftësitë, zotësinë, me humbjet me gjitha. Po tjerë se kanë mbajtur do të kanë falimentuar me mira punëtor kanë në të punës, sepse bëhet marrëveshje midis trafikante dhe betone, qeverisë dhe betone. Tjerë nga rres. Kjo është e vërtetë. 3 vite në radhë që prodhimi industrial pije në mënyrë të vazhdueshme. Nga 2023 në vitin 2024, eksportet që janë prodhim dhe punësim kanë rënë 32%. Pra kriju një rreth vicioz, por ne do ta presim këtë rreth vicioz, do ta presim dhe
përgëzoj shumë. Personalisht jam I bindur që do bëni ndryshim, sepse I kemi parë ndryshimet, kemi përjetuar që atëherë kur filluam punën edhe gjithë dita shkonte në për tatime, që dokumente, merr dokumente, pastaj u bën gjitha sistemet online që janë akoma ato, nuk është tua si gjehom. Pra në 2009 të gjitha u bënin nga zyra. Absolutisht. Ky ishte një lehtësi e madhe për biznesin edhe këto. Prandaj Prapë I rikthehemi në të biznesit. Ne duhet të krijojmë klimën më miqësore. Për ne motoja do jetë prodhim. Prodhimi është punësim, prodhimi është ardhura, prodhimi është zhvillim, dhe ne do të bëjmë gjithçka për prodhim. Shohim edhe proceset e tjera. Zoti Kryeministri I Shqipërisë, mirë se na erdhe. Suksese, Faleminderit je shumë. njeriu I kombit. Shumë faleminderit. Do të them dy llafe. Na futën në Europë, ti na ke futur në Europë, na dha pasaportën. Me NATO, pete presidentin Bush, tash do të presin e presidentin, ti je presidenti I ton kombit shqiptar. Suksese ko marr vetëm me të urimet, festa si sot 12 asaj bie 15 ditë kryeminist I Ashës. Shumë faleminderit. Suksese. Shumë faleminderit. Unë e marë. Vazhdoni, unë e marë. Si jeni? Mirë. Bën punimet me dorë pastaj, pra ato që kanë nevojë për montimin e komponenti me dorë. Mund ta përshëndesni I përshëndet për zemër. Mos tuni, rrini, vazhdoni punë. Mirë shumë. Ju përgëzoj dhe si përmarsim në një sektor shumë të veçantë punoni, por përsëri vështërsi për shkak të euros dhe shkaqe tjera, ne do t'i lehtësojmë. Këto vështërsi do t'i lehtësojmë. Me 11 maj, pas 11 majt, ne do krijojmë bordin që do kompensojmë çdo cent të euros, sepse vëzimi I saj bëhet për shkak të trafiqeve. Asgjë tjetër. Nuk vizesh moneda me state, e garantuar. Vetëm Shqipëri vëzohet për dhe. Zona kolonimeve, pastaj edhe programimeve. Si jeni mirë, si shkoni? Miru e cem. Shumë. Si qëndis ma duke. Ma im se qëndis. Suksese, faleminderit shumë. Zona programimeve që Unë e marë. Mund ta përshëndetni doktorin e ke edhe patriot. Si jeni? Si shkoni mirë? Unë me përqëllim të madh. Kanë durë të arta. Po, Shqiptarët bravo. punën e bojnë shumë mirë. Të lumt. Edhe ju se mirë, si jeti, si shkon. Mirë, faleminderit. Bravo. Si të esën puna mirë, Shumë mirë. të lumt. Një vjellë I sallë tjetër. Mund që bëjmë mbylljet pastaj në për kampanje. Si shkon. Si jeni. Si je, përshëndetje, si kaloni. Unë shumë delikate, shumë të veçantë. Të lumt. Fitore. Bravo.
Do fitojnë. Do fitojmë patjetër. Ju përgëzojnë, ju falenderojnë. Dhe ne do bëjmë gjithë shka për të bërë sa më miqësore klimën e biznesit. Ju pafshim. Kjo është pjesë ku bën mbyllje pastaj që mbyllen nëpër kutia ose nëpër ose një kolektiv tjetër. Unë e marë si shkon. Si tesën puna mirë. S'keni emocione, janë për njëshin do të. Janë njëshë. Të gjitha njëshe janë. Njëshë janë. I përshëndetje shumë për zemër. Dhe respekt për një. Da. Si jeni? Mirë. Si shkon? Mirë. Unë shumë delikate, shumë të mirë. I ke 99% blu, gjithë kështu që Shumë mirë njohëse. Urime. Të gjithë njësha në datën 11 maj dhe ne pastaj, sepse si përmarrës si ju dhe shumë si përmarrës të cilët kanë mbajtur si përmarrjet në të periudhë, janë treguar shumë të guximshëm, janë treguar shumë të përgjegjshëm ndaj jush, sepse rënja e euros 35% është goditja më e rëndë për çdo sipërmarrje që eksporton. Dhe qeveria nuk mori asnjë mas për t'i mbështetur. Qeveria fare mirë duhej, gjëja e parë që duhej, t'u kompensonte dëmin që humbjen që u krijon rënja e euros. Por qeveria ka mendjen tek betoni. Këta kanë mendjen tek euro, narko-euro dhe betoni. Dhe aty mbahet, por vendi nuk mbahet me to. Vendi mbahet me prodhim. Me prodhim të gjithashëm. Dhe kjo është krenari kombëtare. Prodhimi është krenari, që është e vërteta. Kjo që i bëni ju është krenari e vërtet. Eksportohet në gjithë botën. të ikin në Angli. Punë të marë. Edhe në pa, një lumë që të durë. Faleminderit. Faleminderit. Patjetër në shpitojmë. Prijatisht do të Sukses. Faleminderit. Edhe ju shumë të mira, shumë faleminderit.
falenderoj Zotin për të pritje dhe shfrytëzoj rastin për të sjellë ju dhe jap ju për shtetit më të përzemëta, ju lortar të tyre, për të sipërmarrje modele që keni ngritur dhe drejtoni, të përshles shumë përzemërsisht ju zonja dhe zonjushëve këtu që punoni me përkushtim dhe keni arritur standardet në të mira në një sipërmarrje ku punohet me qarqet integruara, një sipërmarrje që eksporton jashtë vendit produkte shumë cilësore dhe të vlerësuara. Duhet ta përgojmë edhe njerë sipërmarrësin dhe ortakët, sepse 3 vite të fundit ka qenë kushte jo miqësore punë për të gjithë eksportuesit, provuesit dhe eksportuesit të Shqipërisë. Kanë qenë jo miqësore për arsye se euro në cilin këta i kanë transaksionet të tu zhvlerësuar në 35%. Zhvlerësim shumë i dëmshëm për një sipërmarrje e cila ka një marzë caktuar fitimi dhe qeveria në vend se të krijon të borë në të cilin të kompensonte çdo cent të rënjes e euros dhe këto të mbanin sipërmarrje dhe të zhronin me te, ndodhi që Kina sipërmarrje eksporti u mbyll. Dhe ata të cilët i kanë mbajtur, ata i kanë mbajtur në sa kafësi shumë të shquara atyre, sepse kushtet kanë qenë në vërtet të papërshtatshme. Qeveria doli me një qëndrim ndaj eksportuesve, një qëndrim absolutisht jo vetëm antiekonomik, por në çdo aspekt shumë të dëmshëm. Edi Rama në vend se të kompensonte për euro e rënë, doli me mendimin se fasonet janë normale për botën e tretë. Ja u rrot të shohë se cila është botë e tretë në duart tuaja. Fasonet janë çfarë do lloji të tjerë. Janë prodhim, punësim dhe krenari kombëtare. Kjo është vërtet. Dhe ju është dhe fasonat, kemi sinqerë, e kam një pozitiv. Punësoj në tërësi shumë më tepër gra se sa burra për shkak të kërkesave të vëmendjes, të përqendrimit që kërkon imësis, që kërkon puna e fasonit dhe cilësis. Tani, ky zotëri që bën xhiro dhe mbledh gratë administratës me detyrim, kudo që shkon, të gjitha rrogtarët i mbledh, a mund t'i thot atyre ose ndonjë, pse nuk ndihmojnë
në qina nërmarje fason që punësoni, qina gra dhe vajza, dhe mbanin familjet e tyre, por i latë falimentojnë dhe ato të largohen. Ato të largohen, ose të jetojnë në varfëri, ose të marrin rrugë të dhëut për gjetur punë në emigracion. Nuk ekziston. Ai ka nërmarrë një tur me banalitete në të cilat donë të zhvlerësojnë apo t'i bëjë të pa rëndësishme të gjithë problematikat e mëdha të krijuara sot për sipërmarrjen. Donë të mbulojnë falimentimet masive. Ja thash Fredi, nga viti 2023, në vitin 2024, eksportet në Shqipëri janë ulur sipas statistikës zyrtare 32%. 32%. Pra, po thuj një treta. Një treta e vendeve të punës janë shkatruar. Një treta e rrogave që hyrin familje nuk janë më. Çdo vend, jo vetëm që kompensonte për euro, por çdo vend ka një fond eksporti, për mbrojtje eksporte. Çdo qeveri ka një fond në të cilët ajo vëzhgon dhe shef aty ku krijohet vështirësia si përmarrësve të eksportit, aty u shkon në ndihmë. Po pse u shkon në ndihmë? Sepse është prodhim, sepse është rrogë, sepse është familje. Dhe kjo nuk ndodh. Vazhdon atë gjirën e tij me një fjalor të mirë për njërani, por kjo situatë me 11 maj merr fund. Unë ju garantoj ju se ne do kompensojmë çdo qindark të humbur në euro. Energjinë do ta shesim me 6 lekë nga 18 që blejnë sot. Çmimin e ujit do ta përgjysmojmë. Çdo lloj qiraje do përgjysmohet dhe autoritetet bashkisë s'do mund vendosin kurrë taksa mbi 1% të xhiros për të gjithë biznesin. Kështu që edhe sipërmarrësi do ketë mundësi të zgjeroj, të investoj, të rrisë rrogat dhe të punësoj më shumë. Ndaj dhe ju ftoj që këto 12 ditë që kanë mbetur, çdo familjar tuaj, çdo njeri që njihni, që akoma nuk është i vendosur, ti paraqisni programin ton, se ky program e vërteta është që është për çdo shqiptar. Unë e kemi thënë dhe e themi, ne do vendosim minimum jetik për çdo pensionist me pension më të ulët se 200 euro. Për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo fëmijë me një prind dhe për studentët me bursë. Në këtë mënyrë japim një frymëmarrje më të madhe. Do rimbursojmë 100% listë e ilaçave që rimburson Republika Italiane. Do vendosim bonusin për fëmijën e parë 70 euro, për fëmijën e dytë 60 euro, për fëmijën e tretë nga linja deri në 23 vjeç. Do bëjmë gjithçka të kthejmë sa më shumë. Shembulli, është kthyer në vitin 2006. Ka punuar në Itali, është kthyer. Dhe urdhoni se
sipërmarrje moderne ka ngritur bashkë me kolegët e tij. Faleminderit shumë dhe urdhëroni. Faleminderit. Këtë program nuk e këmë dëgju në herë. Mas e dyta, kam një besim të plot, se i të edhëm për tytet e juja si drejtë të shtetit. Edhe, sa përket e dirhamës, unë ku qësë si për drejtë të sashur, aja së një prezentim se ka për. Se ka majtë. Kjo është e përteta. Absolutisht. Pra një të kërgëj ty personalisht një jetë të gjatë e të lumë. Ta punë t'ikën më shpeli, qëndrohi t'i je një atetar, një hero i kombit shqiptar. Rokë sa një Berisha, nuk e ta garantuar me shumë sa të i komar me të punë me të ru për këtë ministri, jo për elektorat. Komar me të ru detyrën si këtë ministri i Shqipërisë. Ti takove me aleancën më të fuqishme të botës, me George Bush, apo jo? Masani ti na futën në Europë, me pashaportat në bashkove si djatë mojtë, i garantoj këto botre që ajo këtu, që fjallin që jep Sali Berisha e ka realitet. Jo Sali Berisha i e ka realitet. Shumë faleminderit. Po, qofse do më folë gjatë mirë. Edhe me këtë staf të bukur që keqi, një propozim ka. Patjetër. To deputet të ashër, të Partisë Demokratike, njëherë mujtë në qetat që fitojnë, duhet që ta kërë me popin. Që do ta bëj kërkesë, që zoti kryeminist. Shumë drejtë. Shumë drejtë dhe garantoj që do bëhet. Mas tani për votat. Mas na ikin votat. Diaspora po lufton, po ne po luftojmë, mas na ikin votat se na kanë prej mbesë. Rosa Sali Berisha dhe një. Ndrojës për të pritjet shumë kroftë, suksese. Jetë të gjatë e të